Në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali është zhvilluar këtë të njëjtë procesi zgjedhor për zgjedhjen e dekanit të ri, pas dorëheqjes së ish-dekane Zamira Sinaj, e cila fitoi mandatin e deputetes në Kuvendin e Shqipërisë. Në garë për postin e dekanit ishin 2 kandidat nga trupa akademike e fakultetit, pedagoge Evelina Bazini, e cila më herët ka kandiduar për postin e rektorit të universitetit, si dhe pedagogu Florian Miti, një tjetër pedagog i njohur në këtë fakultet. Procesi zgjedhor nisi që në orët e para të mëngjesit dhe u zhvillua në ambientet e fakultetit, ku u vore një pjesëmarrje e lartë, si nga stafi akademik, ashtu edhe nga studentët, të cilët shprehen interes të veçantë për zhvillimin e këtij procesi. Në disa momente pranë qendrës së votimit janë krijuar edhe radhë, ndërsa atmosfera ka qenë e qetë. Antari e Komisionit të Votimit, Fjoral Belatifaj, në një prononcim për televizionin 6+1 Vlora, u shpreh se procesi ka vijuar normalisht dhe pas një incident. Sipas saj, është vënë re një pjesëmarrje konsiderueshme stafit akademik dhe studentëve, të cilët kanë treguar interes për procesin e rëndësishëm të fakultetit. Atëherë deri në momentet e tanishme procesi ka qenë tepër i qetë, goxha i qëndrueshëm, kemi pas pjesëmarrje të lartë, sidomos nga ana e studentëve, edhe stafi akademik është paraqitur një pjesë e tij. Procesi po ecën mirë. Dhe shpresojmë të vazhdoj kështu deri në fund. Sot votohet këtu për dekanin? Po, sot votohet për drejtuesin e Fakultetit të Ekonomisë për dekanin. Po, janë 2 kandidatë. Derisa do të vazhdojë procesi? Në orari zyrtar është deri në 4, por nëse do ketë radhë studentësh, ne pastaj patjetër që do presim të votojnë të gjithë dhe do japim të gjithëve të drejtën për të shprehur vullnetin e tyre. Si është pjesëmarrja? Pjesëmarrja është mirë deri tani. Është goxha mirë. Stafi akademik është paraqitur një pjesë, është dhe një pjesë ende. Për gjatë ditës i presim. Ka një numër të konsiderueshëm si studentësh si nga stafi akademik të interesuar? Po, patjetër që po. Me sa po vëmë re, siç mund ta shikoni dhe ju për pjesën e njerëzve që po presin ende për jashtë, ka goxha. Kur dalin rezultatet? Ajo varet se si do vazhdoj procesi. Zgjedhjet për dekanin e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetin e Vlorës Ismail Qemali konsiderohen një moment i rëndësishëm për vazhdimsinë e punës akademike dhe administrative, pasi drejtuesi i ri do të ketë për detyrë të udhëheqë institucionin në një periudhë me sfida të reja, sidomos në fushën e modernizimit të programeve studimore dhe rritjes së bashkëpunimit në tregun e punës dhe ndërkombëtarizimit të universitetit. Rezultatet përfundimtare të votimit pritet të shpallen në vijim nga Komisioni Zgjedhor i Universitetit pas numërimit të votave dhe verifikimit të dokumentacionit.